Në gjitha fazat jemi sulmu, por kur nuk e kemi hub fokusin për një Kosovë të integruar në NATO, për një Kosovë pjesë e bashkimit evropian dhe për një Kosovë tanësisht pro-amerikane dhe pro-perëndimore. Po, zoti Arifi, ç'është mundet një parti politike me të integru NATO? Një parti politike, koncepti politike, orientimi jonë, do më thonë, që të rële ke, me mbajt orientimin e qytetarëve të Kosovës drejt. Po nuk besoj që s'ka shqiptarë që s'do me kon NATO. Për shembull, pse doni ju me dalë me këtë pjesën që nësi AOK dojnë a mu integru NATO? Okej, se cili dojnë mu integru NATO? A dojnë edhe gjitha ka ndashtë gjithë ushtri? Përna? A ka ndashtë gjithë ushtrinë e Kosovës? Mendoj që po. Du me tregu, kur ka thonë Ramushin 2017 që do të abojmë ushtrinë e Kosovës, paja jënë talë me neve. Kështë u talë me juve? Partit opozitare. Kanë thonë së munër se do të më ndru kushtetuta. E për me ndru kushtetuta duhet edhe lista sërbe më u pajtu. Ramushi me 2 ligje që e ka ndru. Po i dim edhe vizitat e zotit Haradinaj që kanë qenë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të munduar në maksimum, kjo është shumë e vërtet dhe në fakt shumë e drejt për Kosovën që këtë ushtri. Por integrimi në NATO e çështje tjetër, zotë Arifi. Ashtë çështje tjetër. Në politikë nuk ndodhen gjithmonë si mas livrës. Raportet që i ka në posaçërisht tash që e ke Shtetet e Bashkuara të Po i Amerikës. referuani raportet që i ka zoti Haradinaj në integrim për të integruar në NATO? Natyrisht, sepse shumë shtete nuk kanë kaluar në për proceset që parashien pari partneritet. Ne kemi kryu partneritin për paqe, sepse NATO ka kryu. Plani veprimit për me ble armë për 10 vite, në vitin 2018 është i hartuar me ekspert të NATO-s. Ne nuk kemi nevoj për partneritet për paqe, ne kemi nevoj për plan veprimi. Ne mundemi kapacitetet njërzore që i ka Kosova, edhe në Kosovë, edhe në Amerikë, edhe në vende, nuk e bojnë të pa mundur një antarësim super të shpejt të Kosovës në NATO. NATO udhëhiqet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vullneti politik i Shteteve të Bashkuara të Amerikës gjithmoni ka të i kalu procedurat burokratike. Njerëz duhet me besu, njerëz duhet me pas vizion. Nëse ajo është fokus jonë, nëse ne arrim me nxjerr Kosovën nga këto raporte jo ashtë mira që i kemi pas në 6 vitet e fundit, i fuqizojmë raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ata ende vazhdojnë të na shohin si një ndër populli më aleat i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sepse është e vërtetë. Nuk thojnë më për qeverinë ekzistuese, po thojnë për popullin e Kosovës që është populli më i afërt dhe më aleat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kështu kanë qenë deklaratat e ambasadës Amerikës? Qartë kanë qenë, jo me qeverinë, popullin e Kosovës. Dhe i takon politikës me shfrytzu këtë momentum. I takon, ke mundësi, ke njerëz, ke kontakte, ka asë shumë shqiptarë amerikanë që gjithçka që kanë pas e kanë derë për kombin në gjitha etapat. Mos më i përmend. Po, në të vërtet, shqiptarët në Amerikë dallohen kogja shumë për hir të vërtetës, edhe me retorikë, edhe me veprime me gjithçka që do. Veprime konkrete, domethënë, nëse përmendit Jim Gjema, Hari Bayraktari, Rustem Gec. Janë tjetër, po. Janë tjetër që kanë kaliber tjetër. E kanë ndrru historinë e Kosovës. Historia e Kosovës do të ishte keq që është ndryshe. Pra, po, më ka një parti politike me që Kosovën NATO. Po, natyrisht. Po, jo si parti politike, po, kur e fitën për shtetin, po, heq me shtetin, atër mos je parti politike, po, i lider shtetënor, dhe si lider shtetënor... Që vjen nga partia politike. Naturisht. Sepse presidenti vjen nga një parti jo politike. Po, i vjen që nuk vjen nga partia. Njerëz vinë nga partit politike, po, jo domosdoshmërisht. Po, në momentin që bohën dhe marrin mandatin nga partit politike, atëre përfaqësojnë shtetin, flet shteti. Për neve që në 6 vitet e kalume, ka folë Kurti për Kosovën dhe Atër se po e sulmoni lëvizjen vetë vendosje, pra, sulmoni vetëm Kurtin, sepse aje ka shtetin o do. Po, lëvizje vetë vendosje, shteti është përfaqësuar nga zoti Kurti. A i ka qenë kryeministër. Ne që ka po dojmë me vetë faktin se kemi kandidu Ardian Gjinin për kryeministër, ne i kemi thonë qytetarëve të Kosovës që ky njeri të përfaqëson mas mirti. Unë besoj që e përfaqëson mas mirti dhe unë besoj sepse nuk ka derë të Washingtonit, Downing Street, që i pjesëdimi ka kryer Britanitë të Madhe, dhe në qendra evropiane ku Ardian Gjini nuk e ka dyrë të hapën. Dhe kjo mundet me na fuqizu shumë.